Kryetarja e Komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, në vazhdin e takimeve që po ka me banor të komunës Anemban, u takua dhe me banor të fshatrave Madanaj, Rypaj dhe Ramoc. Ajo u njoh nga afër me problemet që kanë këta banor, prezentoi planet dhe programet e qeverisë komunale. 15 vitet e fundit përgjithsisht po flasim periudhën e pas luftës, janë lënë anash disa elemente që janë tepër të rëndësishme për një shoqëri të shnosh. Edhe unë synoj e kam synim personal që në përmbylljet mandatit tem si kryetare e komunës, këto tema mos më diskutu. Që infrastruktura bazë me ekzistu në këtë teritorin e komunës. Edhe mos me ardhë askush dhe me thonë edhe na jena banor të komunës Gjakovës. Nga ana tjetër, banorët shpalosën problemet e tyre që siç u shprehen po i kanë të shumta. As nuk ka bullon, as nuk ka ujë të pishëm, as nuk ka rrjet të usjellësit, domethënë nuk ka ujitje për toka. As shitore nuk kemi. Mirë po, njëna në gjashtjet që më rëndësi që është vitale për këta banorë të fshatit Ramoc, të cilët me dhetra familje janë shprëngull shkaku kësaj rruge, ne i kemi dhënë prioritet rrugës. Ne edhe si vjet kemi ngel pa mjell misër, pa mjell kopshte, pa mjell asgjë për shkak të pendës e cila tash po ngel gjys, e cila o dasht më uqit në sezonën e vjeshtës. Gjithë fshatarët e këtij lokaliteti kërkojnë që kjo ani le të presim, por destinimin jo me rrugë, por për ambulant. Kemi kryetare sa për informim. 7 kilometra është ambulanta e Sheremetit. 7 kilometra pej ambulancë është, ose 8 kilometra është ambulanta e qytetit. Banorëve ju shpjegoi për zhvillimin ekonomik edhe drejtoresha e këtij digasteri Silvana Domi. Nuk besoj që kena me prit edhe gjatë, nuk mund me thonë që edhe nuk kemi me prit, por besoj që ka me na përkra edhe Ministria në lidhje me kërkesat e juja, po kërkesat e juja janë edhe tona sepse me vullnet shumë të madhe kemi drejtu. Kryetarja me bashkëpunëtor vizitoi edhe disa lagje të fshatrave të rajonit të Rekës së Keqe, duke parë nga afër situatën, sidomos në fushën e infrastrukturës. Faleminderit si ardhë me po. Mos pari mirë se i një ardhë. Pse po thëmë ashtu se nuk ka bon vakime në ardhë kush hala që 85 vjetë të mijat. Se 50 e kusur zonë se shkojnë në Korenit në shkollë, në shije në bore, e pat rrugës. Kryetarja premtoi se prioritet ka rrugën Ramoc-Korenic.